Mirëmbrëma. Të gjitha rrugët çojnë në Romë është një shprehje e vjetër latine. Kjo i referohet kohës kur Roma ishte kryeqyteti i perandorisë ndoshta më të madhe në historinë e antikitetit, perandorisë romake. Por gati 2000 vjet më vonë provohet se Roma është rruga ku Shqipëria do të kalojë drejt integrimit të saj evropian. Javën e kaluar u realizua një takim historik mes dy qeverive shqiptare dhe asaj italiane pikërisht në Romë, ku nënshkruan një numër i madh marrëveshjes, por për më tepër u zyrtarizua ajo që ne si dy popull, shqiptar dhe italian, e dinim prej më shumë se gjysmë shekulli. Afria e madhe midis nesh. Po tashmë kemi një raport zyrtar i cili mund të na e përshpejtojë të ardhmen tonë europiane. Kjo sigurisht fal edhe një misie shumë të fortë personale midis dy kryeministrave në Romë dhe në Tiranë. Ju siç e dini, unë ndoqa vizitën atje, realizova një intervistë me kryeministrin Rama. Sot kam kënaqësinë të kem në studio ambasadorin e jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Italisë në Shqipëri, zotin Marco Alberti. Ambasador, mirëmbrëma, faleminderit që jeni më sonte, është kënaqësi. Buonasera Sokol, buonasera a tutti gli spettatori. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Sokol, mirëmbrëma të gjithë spektatorëve. Zotë ambasador, ne në gjuhën tonë të gazetarëve themi lajmi mirë nuk përbën lajm, lajmi keq në fakt përbën lajm. Por kësaj radhe dua të flasim për një lajm të mirë. Flasim për një mbledhje historike mes dy qeverive të Italisë dhe të Shqipërisë. Shqipëria ka realizuar në të shkuarën takime dypalqe me qeveri ku ka patur shqiptar, pra sigurisht me qeverinë e Kosovës, me qeverinë e Malizi, me qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Ama kjo është hera e parë që organizohet një mbledhje e përbashkët jo thjesht me një qeveri të një vendi ku nuk ka shqiptar, po me një qeveri të një vendi themelues të Bashkimit Evropian, siç është Republika e Italisë. Ma io credo che della politica europea. Unë mendoj se kuptimi, domethënia e këtij takimi të nivelit të lartë është pikërisht fakti se të gjitha rrugët të çojnë dhe nisin nga Roma. Ne kemi një marrëdhënie strategjike dhe krahas elementit historik, ne mendojmë se nëpërmjet këtij takimi mund ta transformojmë këtë misi në rezultate konkrete, në një misi edhe me thellë. Pra për pranisë së dy kryeministrave kemi patur edhe praninë e 10 ministrave shqiptar dhe puna e vërtet fillon pikërisht tani. Marko, nëse mund drejtohem me emrin e parë, sigurisht që do flasim për këtë, po të flasim fillimisht pak për atmosferën. Pra, unë kam qenë në vizita zyrtare të kryeministrave shqiptar dhe më herët kam qenë në vitin 2003 me të ndjerin zotin Nano, pastaj kam qenë me zotin Berisha në vitin 2005. Rama e ka bërë shpesh rrugën e Romës, por kjo ishte hera parë që unë shkoja në një vizitë zyrtare me të dhe ajo që më bëri përshtypje ishte ndryshe nga vizitat e tjera ku ti shikon që është protokolli ai që vendos rregullat, kësaj radhe më duk sikur protokolli ju përshtat atmosferës themi midis dy delegacioneve. Le themi, dhe kjo fal besoj presidentes Meloni dhe palës italiane, unë aty ndjeva për herë të parë që shqiptarët u trajtuan si të barabartë. Dhe kjo ishte fantastike, do të thoja nga pikpamja e atmosferës. Sigurisht, unë mendoj që atmosfera ndikon mjaft në arritjen e rezultateve dhe ky takimi nivelit të lartë duhet të mbizotërohej nga një atmosferë bashkëpunuese dhe besoj se kjo ka ndodhur, sepse ne kemi një marrëdhënie të ngushtë midis dy kryeministrave tanë, sigurisht që ka patur edhe një simtoni, jo vetëm mes dy kryeministrave, por edhe
edhe mes ministrave të qeverive tona. Dhe kjo sintoni besoj se rrjedh nga fakti se ekziston dëshira dhe vullneti që gjithçka të transformohet në diçka konkreti dhe pjesë e këtyre rezultateve janë përftuar dhe janë arritur, por sigurisht kemi ende aspekte të cilat duhet përmirësohen dhe puna jonë do të jetë pikërisht, do të ndalet pikërisht në faktin që duhet të çojmë përpara marrëveshje, propozime duke i përmirësuar ato. Unë mendoj që rruga është hapur tashmë dhe unë jam i bindur se do të japë edhe rezultate pozitive. Dhe bukuria e Villa Dora Pamphila sigurisht që ka ndihmuar edhe në këtë. Besoj që unë jam temi adhurues i Italisë si shumica absolute e shqiptarëve. Sigurisht Roma është qyteti ynë i preferuar, destinacioni i preferuar kur udhtojmë jashtë, por sigurisht ajo vilë ishte simbolike edhe për një arsye tjetër. Më bëri përshtypje emri i ndërtesës, pra jo thjesht i kompleksit vilës Pamphil, po ajo ndërtesa që quhej Il Casino del Buon Respiro. Pra temi ajo ndërtesa e ajrit mirë, e frymëmarrjes pozitive, dhe kjo besoj u ndje në gjithë atë atmosferë që nuk u prish dot as nga pyetjet provokative të gazetarëve shqiptarë dhe ata italianë. Por, siç e thatë edhe ju, temi puna e vështirë fillon tani, pra në temi konkretizimin dhe realizimin e atyre 10 marrëveshjeve që u nënshkruan. Por le ta nisim nga këto marrëveshje, zotë ambasador. Shumica për tyre i kishin në fokus një sektor shumë të rëndësishëm që lidhet me mbrojtjen, me emergjencat civile, pjesë ku Italia ka kontribuar gjatë temit 35 viteve të fundit. Kujtoj që pandimin e ushtarakëve italianë në vitet e vështira 91, 97, pa prezencën permanente dhe postet drejtuese të ushtarakëve italianë në misionin e NATO-s në Kosovë, ndoshta kombi shqiptar, pra Shqipëria dhe Kosova, nuk do ishin ata që janë sot. Dhe sigurisht që këto marrëveshje të reja, temi ushtarake, besoj që ka sens ti shpjegojmë se në thelb çfarë janë. Para së gjithash, ajo çka është e bukur është që bashkëpunimi edhe në sektor strategjik dhe ku Italia nuk ka qenë shumë e pranishme dhe unë mendoj se kemi një përhapje, një prani të gjerë të Italisë në Shqipëri dhe unë këtë ndjeje perceptoj dhe synimi i takimit të nivelit të lartë ka qenë edhe pikërisht fakti që Italia të jetë e pranishme edhe në sektor të tjerë dhe së pari në atë të mbrojtjes dhe procesi integrimit dhe i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, procesi zgjerimit apo i ribashkimit, si kundër thuhet, është një proces që në qendër të cilit është dialogu, jo vetëm të një tregut përbashkët, por edhe mbrojtja, siguria, qëndrueshmëria e një zone sikurse është ajo e Ballkanit Perëndimor. Pra, siguria dhe qëndrueshmëria, stabiliteti janë vlera pra që ne duhet ti theksojmë dhe t'japim rëndësinë e duhur. Besoj se një joint venture mes Kajës dhe Fincantierit do të shërbej për të modernizuar kantierin e Pashalimanit dhe për të shpënat, për të transmetuar në këtë kantier edhe njohuritë e reja, por edhe për të krijuar vende të reja pune. Pastaj ka edhe marrëveshje të tjera, sikundër është ajo e emergjencave civile, sepse në Itali, ashtu si kurse në Shqipëri, Ministria Përgjithëse është ajo e mbrojtjes. Pra, do të kemi mundësinë për të krijuar diçka që nuk është apo për të mirësuar një strukturë që ekziston. Është e rëndësishme gjithashtu të thellojmë bashkëpunimin edhe në sektor kyç, sikurse është ai i mbrojtjes dhe të dy kryeministrat kanë dhënë pra këtë mundësi që të eksplorojmë më tej këto fusha të pa eksploruara deri më tani. Në intervistën time në Rom, kryeministri Rama po e tha besoj në konferencë përshtyp që ky kantier, pra kjo joint venture italo-shqiptare do të krijojë një investim që mund të shkojë deri në 400 milion euro, që mund të jetë një thërmi buke në Itali, por që përbën gati
3-4-5% të GDP-s kombëtare aktualisht të Shqipërisë. Ka një, këtu flasim pastaj tek puna juaj, sepse ju si ambasador sigurisht tani keni misionin, jo thjesht detyrë, misionin që këtë temi energji, këtë sinergji pozitive që u krijua javën e kaluar në Rom, ta ktheni, të ndihmoni ta ktheni në rezultate konkrete. Pra, a ka një plan konkret se kur ky projekt do filloj të realizohet dhe kur do filloj të japi temi produktet e para, pra prodhimin e anijeve të para, çka do të thotë krijimin e vendeve të punë, sigurisht gjenerimin e shumë parave në temi në Shqipëri, në buxhetin e shtetit. Po flasim për sektor që do të zhvillohen në një afat të mesëm dhe të gjatë kohor. Sigurisht që Italia zë një vend të parë jo vetëm në shkëmbimin tregtar, por do doja të thosha se pjesa teknike të themi ka përfunduar dhe besoj se brenda vitit të shkuar do të fillojmë me implementimin e këtij projekti. Megjithatë, fuqia, forca politika dhe vullneti politik, jo vetëm i kryeministrave, por edhe i ministrave do të shojnë, do të bëjnë të mundur pra edhe në praninë e rezultateve konkrete. Nuk mund të t'ju them me siguri për datën e saktë,